Personi i mençur e ka për detyrë të punojë për botën tjetër dhe të përpiqet të shtojë furnizimet e tij përpara se të ndorrojë jetë dhe të varroset. Në këtë thënie, theksohet dhe utëriqet vëmendja myslimanëve që të mos konsumohen nga kënaqësitë dhe shpërqendrimet e përkohshme të kësaj jete, por të përqendrohen në jetën e përjetshme që do të vijë. Njëkohësisht, kjo thënie i inkurajon myslimanët të punojnë me zell për të siguruar një vend në parajs në botën tjetër dhe të përpiqen për kënaqësinë e Allahut. Shprehja "përpiqu t'i rrisni furnizimet" tregon rëndësinë e grumbullimit të veprave të mira, njohurive dhe akteve të adhurimit për të përgatitur për botën tjetër. Ashtu si një udhëtar që përgatit ushqime për një udhëtim të gjatë, një besimtar duhet të grumbullojë vepra të mira si furnizim për udhëtimin drejt amshimit. Kjo përfshin akte bamirësie, lutje, agjërim, kërkim dije dhe veprime të tjera të virtytshme. Kurse në shprehjen "para se të ndorrojë jetë" theksohet urgjenca dhe ndjeshmëria kohore e kësaj çështje. Vdekja është e pashmangshme dhe mund të na vijë në çdo moment. Prandaj, është thelbësore të përparsojmë veprimet tona dhe të shfrytëzojmë sa më shumë kohën tonë në këtë botë. Nuk duhet të vonojmë në kërkimin e faljes, kryerjen e veprave të mira dhe korrigjimin e veprimeve tona. Së fundmi, shpreha "dhe të varroset" na kujton realitetin e vdekjes dhe të varrit. Ajo shërben si një përkujtesë se kjo jetë e kësaj bote është e përkohshme dhe se vendbanimi ynë i fundit do të jetë varri. Kjo thënie i nxit myslimanët të reflektojnë mbi natyrën kalimtare të kësaj jete dhe të përgatiten për jetën e përjetshme që na pret. Për të kuptuar më tej rëndësinë e kësaj thënie, le t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Allahu në surën Bekare, ajeti 197, thotë: "Dhe merrni furnizime, por me të vërtetë, furnizimi më i mirë është takva, devotshmëria. Pra, keni frikë prej meje, o ju që kuptoni." Ky ajet përforcon rëndësinë e dhënies së përparësive të jetës së përtejme dhe grumbullimit të furnizimeve të devotshmërisë. Na kujton se pasuria dhe suksesi i vërtet qëndron në drejtësi dhe vetëdije për Zotin. Personi inteligjent është ai që e kupton natyrën kalimtare të kësaj bote dhe investon në shpërblimet e përjetshme të jetës së përtejme. Një tjetër varg që rezonon me mesazhin e kësaj thënie gjendet në surën Kaf, ajeti 46, ku Allahu thotë: "Pasuria dhe fëmijët janë stoli e jetës së kësaj bote, por veprat e mira të qëndrueshme janë më të mira tek Zoti për shpërblim dhe më të mira për shpresë." Ky ajet na përkujton se pasuritë e kësaj bote dhe pasuria materiale janë të përkohshme dhe kalimtare. Vlera e vërtetë qëndron në veprat e mira të qëndrueshme që grumbullojmë në këtë jetë. Janë këto vepra që do të na sjellin dobi në jetën e përtejme dhe do të na japin shpërblime të përjetshme. Si përfundim, thënia e Imam Aliut shërben si një përkujtesë e fuqishme për myslimanët që t'i japin përparësi botës tjetër dhe të përpiqen për furnizime që do t'u sjellin dobi në jetën e përtejme që do të vijë. Na nxit të jemi inteligjent dhe të urtë në veprimet tona, duke shfrytëzuar sa më shumë kohën tonë në këtë botë. Duke u përqendruar në grumbullimin e furnizimeve të devotshmërisë dhe veprave të mira, mund të sigurojmë një udhëtim të suksesshëm drejt botës së amshimit. Allahu na dhënë urtësinë dhe aftësinë për të vepruar sipas kësaj këshille.